Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi tha sot se seanca për shkarkimin e ministrit për çështje evropiane Orhan Murtezani dhe zgjedhja e ministrave të rinj me shumë mundësi do të mbahet pas përfundimit të seancës për buxhetin e vitit 2026, konkretisht midis 15 dhe 18 dhjetorit. Megjithatë, ai nuk e përjashtoi mundësinë që kjo të ndodhë më herët. Ai gjatë një briefingu me gazetarët tha se plani i tij është të mbajë pyetjet e opozitës para kësaj seance në mënyrë që të gjithë të jenë të pranishëm në parlament, si kryeministri ashtu edhe të gjithë ministrat. Seanca 73 penale është planifikuar për nesër, ndërsa seanca 72 është planifikuar për 9 dhjetor, në të cilën do të fillojë debati 5 dhjetor për buxhetin e vitit 2026. Dje qeveria propozoi Muhamet Hoxhën si ministër të mjedisit dhe Bekim Saliun si ministër për çështje evropiane. Kryeministri Hristijan Mickoski tha sot se tani për tani do të ndodhin vetëm këto dy emrime, ndërsa tha se për postin e ardhshëm të ministrit aktual të integrimeve nuk është vendosur ende. Nuk kemi biseduar për emërimin e ardhshëm të zotrit Orhan Murtezani. Unë jam jashtëzakonisht të kënaqur me punën e tij të drejtanishme. Natyrisht, pres që edhe më tej të vazhdoj bashkëpunimi ynë diku tjetër, por tani në këtë periudhë kemi prioritete të tjera. E dini që aty diku mes datës 16 dhe 17 të këtij muaji është samiti i Ballkanit Perëndimor, Unioni Perëndimor, kështu që kemi prioritete të tjera në rendite dhe jemi të fokusuar në atë që t'i prezentojmë edhe njëherë pozicionet tona për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Sa i përket shumicës së Badenderit, Mickoski tha se atë shpesh herë ndërlidhin me të ashtu quajturat ligje reformuese dhe ai nuk pret që ndonjë deputet i Kuvendit të votojë kundër ose të mos votojë as pak kur të vijë një ligj i tillë reformues në rendite.